Gjithçka ishte bërgati që të fillonte, ashtu siç po i shihni këtë pamje, shumë njerëz erdhën për një rast kaq unik dhe të rëndësishëm. 36 vite punë dhe përkushtim maksimal për të bukurën. Bëhet fjalë për ndërimin e lokacionit të Studio Shehollkat. Niko Qirët, zonja Naile dhe Nevrie mirëpritën klientët që ishin në numër të madh e që erdhën për të nderu këtë datë kaq unike që do të bëhet të gjatë në mend. Nzum ju sjell një histori suksesi nga motrat Sheholle. Po e nisim nga fillime. Këta tinguj të bukur paralajmëruan befasi. Shiu dihet më, thonë që është bereqet. Të nderuarat zonja filluan me pozat e tyre ku secila më e bukur se tjetra, i gëzoheshin dhe njëkohësisht krenoheshin suksesit të mikeshave të tyre. Bën një shtëpi e dytë, një vend takimi, një pikë mbështetje për shumë prej jush. Sot me emocionet e përzjera, largohemi nga një vend që na ka shërbyer për kaq shumë vite. Por nuk po e mbyllum një kapitull, po e hapim një të ri. Dua të falenderoj çdo klient që ka kaluar pragun tonë ndër vite. Ju jeni arsyeja pse kjo studio ekziston. Faleminderit e stafit tonë të mrekullueshëm, bashkëpunëtorëve të shumë dhe familjes tonë për mbështetjen e pakushtëzuar. Faleminderit që jeni pjesë e këtij fillimi të ri. Pa ju, ky moment nuk do të kishte kuptim. Ju dua! Pas fjalimeve goxha emocionuese erdhi momenti shumë pritur. Ai fishek zjarreve ku shënon një sukses tjetër të organizatorëve që e duan këtë shumë punën që bëj. Me pak fjalë, një shembull tipik ku pasioni bëhet dhe profesion. Hajt më thoni ku ka më lumturi se kaq. Ju lëm në shoqëri të disa pamjeve derisa të vi momenti që të gjithë po e presin. Sigurisht intervista me 2 pronarët Sheholle. Të dashur shikues të Nzum, sot më shumë se kur kom qenë krenare për bashkëpunëtorët e mia tash 10 vjet prej kur rrugtoj në këtë botën e gazetarisë dhe kryesisht të medjave. Sigurisht që janë Shehollkat ato që në fillimet e mia ma hapën derën dhe janë po të njëjtat ato që dolën në një lokacion tjetër sonte, por rrugtimi tyre është i gjatë plot 36 vite duke na ofru të bukurën, duke na bu me shkëlqyer në paraqitjet tona publike, por jo vetëm, për çdo datë gëzimi, më falni sepse kam dhe unë pak emocione, ato janë pranesh duke marrë parasysh që secili person ka nevojë që në datat e saj të rëndësishme siç është fejesa, martesa, po edhe paraqitjet publike të jenë deri në detajin e fundit dhe kurimi të jetë deri në detajin e fundit. E kush tjetër përveç shtëpia ime e dytë Shehollkat, që pas pak do të keni mundësi që të ndiqni një histori suksesi nga vetë pronarët, ato që i dhanë shpirt e emocion këtij rrugtimi 36 vjeçar. Dhe po, e kam fjalën për Nailën dhe zonjën Nevrie, të cilat do i mirëpresim tani, të cilat e që do zbulojnë shumë sa i përket karrierës së tyre, por edhe planeve për të ardhmen. Shumë emocione, është një ditë me ndjenja të përzime, mirë po normal që me punën edhe të në këtë rrugtim të gjatë 36 vjeçar kemi arrit deri në këtë pikë, kështu që ne do të jemi të njëjtat, do të japim të njëjtin emocion dhe të njëjtin dashuri, përposte lokacionin e kemi ndru kur gjë tjetër. Ishte një emocion shumë i veçantë, kur i pasha gjithë këta njerëz që janë pjesë e shtëpisë sime, nuk është thjesht një sallon, është shtëpia e gjithë secilit që ishte këtu pranë, prandaj kishta shumë emocione, sikur tani që po kam. E po kuptohet që emocionet janë pjesë e këtij momente, ato për Nzum thonë se ky ndërim ka qenë i mirë menduar për klientelën që të ofrojë një komoditet dhe hapësirë më të madhe. Por kujt i dedikohet gjithë ky sukses, këtë rrëfejnë motrat. Prindve tonë të pari, edukata e ty në cilët ne kam përcjell, besoj që ajo është maja e suksesit tonë.
edhe çdo ditë e shoh, me kalimin e viteve këta e shoh shumë a shumë. Vje keq që ata sot janë në këtë botë, ta shohin këtë rezultat, por kemi motra, kemi vëlla, kemi familje shumë gjonë që do të krenohen me sukseset tona. Këtë sukses, si tha motra, prind që janë ata që s'mën, edhe tjetra është familja ime që më mbështet mua çdo. Gjithashtu i kemi bashkëshortit, fëmijët. Nuset, nipat, mesat. Ata na japin shumë vullnet, besom. Nuk munguan as personazhet publike ku mes tjerash dallojmë. Anita dhe Lola Haradinaj, Ganimete Ashanica, Ganja, Diola Dosti e të tjerë. Kjo e fundit për emisionin Zoom i tha për shtypjet e saj duke e di që bashkëpunon me shehollkat. Jemi kesha ime, një moderatore më tregon që shehollkat janë për ty. Isha shumë skeptike, po thash okej, në rregull, dhe kur jam rregulluar për herë të parë, kam parë që më kanë nxjerrë më në pa ato elementet e mia natyrale dhe nuk më kanë ngarkuar. Dhe nga ai moment kam fituar atë besimin, përveç faktit që këto të trajtojnë me shumë dashuri, të lastojnë shumë, ashtu siç kam pak qefun që domethënë mos të mungoj ajo energjia e bukur e dashurisë. Ma kanë pritur jashtëzakonisht mirë, edhe nuk i ndroj. Jam shumë e kënaqur. Sa herë që i postoj them duar artat e mia shehollkat. Patjetër që shumë sukses, lart e më lart, e kanë merituar sepse ato kanë shumë vite që punojnë. Shiko, ka shumë njerëz që punojnë, por është ndryshe të punosh me pasion. Dhe atyre ju lexohet pasioni në sy, edhe në duar, edhe kur punojnë buzëqeshin. Kështu që vetëm lart e më lart, shumë suksese. E në këtë storje ka që emocionuese ku ky rrugtim i gjatë u kurorëzua me një super ambient. Nuk ka si të mungoj një ndër punëtoret më të vjetra të shehollkat, e cila është pjesë e stafit prej më shumë se një dekadë. Për në Zoom ajo i thot për shtypjet e saj për mbrëmjen e sotme. Unë jam Flora, jam punëtorja që punoj në saloni shehollkat që 14 vite, jam ndër punëtorët më të vjetra në salon, dhe kemi një staf të mrekullueshëm, punojmë aq bukur, aq mirë, lokacionin e kemi ndru. Tash gjendem në Dragodan, jemi të njëjtat, stafi është i mrekullueshëm, po ashtu janë edhe Ilja dhe Nevria, janë ato që na kanë mësuar me punu dhe me kanë to që jemi. Intervistë tjetër që në Zoom ka realizuar është dhe me make-up artistën më të re të kësaj qendre të bukurisë. Jam Anila, jam pjesë e stafit shehollkave. Tash me lokacioni është ndru, po çdo më thonë që nuk do t'i presim njëjtë. Pa marrë parasysh kudo që jemi, ne klientët i presim me shumë dashuri dhe dua t'ju uroj fat, shëpica fëmija, kolege fëmija, sepse meritojnë, ju dua. Ky ambient të mahnit me elegancën të shijen e rafinuar, çdo detaj është mirë menduar me kujdes për të krijuar një ambient të ngrohtë dhe komod, ku bukuria bashkohet në harmoni perfekte. Sigurisht kjo bëhet e mundur fare lehtë, fal klientelës besnike që ky sallon vazhdon të ketë ndër vite. Materialet të përdorura janë cilësore dhe të zgjedhura me stil, si druri dhe ngjyra zezë shkëlqyer, duke i dhënë hapësirës edhe një ndjesi ekskluziviteti. Dritat e buta të ambientit theksojnë bukurinë e mobiljeve moderne dhe elementeve dekorative artistike, ndërsa ngjyrat neutrale dhe të ngrohta mbushin hapësirën me një ndjesi qetësie dhe rafinime. Çdo pjesë e këtij ambienti tregon për kushtimin ndaj detajeve dhe dëshirën për të krijuar një vend ku komoditeti takon stilin më të lartë. Në këtë hapësirë luksoze, çdo moment do të bëhet një përvojë e veçantë, ku bukuria dhe funksionaliteti bashkohen për me ofruar një ambient të përsosur që të kryen sa më lehtë e thjesht shërbimet e shumta që shehollkat ofrojnë. Grem që të bën të dukesh si yll edhe pa filter. E po këtë e gjeni tek shehollkat. Mirë se vini në lokacionin e ri.